Po të pyetesha unë, Fatmir Sheholli do t'ja ndaleja me ligj të fliste për UÇK-n. Kështu ka deklaruar moderatori Ermal Panduri ditë më parë për ty. Çka i thua përmes këtyre kamerave? E ke vetë Ermal Panduri, na ka një licencë Ermali që me ma ndalu mua, a din është se du të mi pasi fa licencë. A di kush mundet më manal mua këtë punë me thonë kështu. Mundet më manal vetëm ata të cilët e kanë udhëheq luftën. Por Ermali nuk e din krejt për mua. Edhe unë e kuptoj kjo djali i ri, ja ka ndërzuar një farë shtëpi me sa Batlava, di dikun ku ka pas atje një farë këso shtëpi vikenda, di ja kishim parë, e kom pa dikun që ja ka ndërzuar, edhe mu mi kuptue që i shtym nga dikush me më thonë mua kështu. Edhe ka edhe një punë tjetër. Aja ka qitë në medium të vetën, nuk kom qenë prezent në emision, e ka qitë një distancim të viteve të 90-ta, kur familjarët mi janë distancu nga baba jam, edhe ma kanë fut edhe mua emnin. Edhe e ka qitë atë dokument. Të bujkut atë diturisë islame nuk më kujtohet, po për shembull ai më kanë thirrë mua edhe më thonë tash Fatmir çka kjo? Që pishohem këtu që tu pas kanë distancuar gjithë ky shehall, po thonë tradhti kombëtare ke boe kësë senësh. Unë kam qenë ideal i ri në vitin 90, dhe s'kum pasur çka tradhtoj fort, se s'kum mujt me tradhtu kur gjë. Por unë familjarëve me të cilët ai ka qitë, mu i mja tregu që ata vinë tash ndarës më të unë, shkojmë dek, në drek. Ka qenë një situatë shumë e vështirë në atë periudhë, për cilën jam gjindet aty vetëm pse unë sipas këtyne nuk im shkua me i të thonë babës tem, mos i pranos sërb të marrë me ble harç në dyqan. Mirë po, kjo çështje ka përfundu tani. Edhe unë, Ermali, e ka marrë këto si, që më unë, ai menon që me atë postim ka fituar një farë, po i kisha hanë këshyri komentet. Se i kom këshyri komentet. Komentet që ka i kanë shkryr... Po. Por pse nuk i reagove ti? Ja, i kom reagua. I ke reagu? Pa, i kom reagua. I kom reagua në emisionin Euronews. Jo, menova kështu në Facebook. Kështu atina personalisht, ta? Ose ati, ose me postu tamën në Facebook toni, një reagim kështu për medje. Po ngonet, Ermali kom qenë me 10 herë mysafiri ti. Po, e kina po. A, qështu? Së do mësat për bollin e famshme me Vebi Kajtazin. Jo, me Vebin e kom pas në klan, po e kom pas me mërë më shkollajn. Po edhe me Vebin, ka qenë atër dhe Vebia aty, po është të vërtet, mas këthimit tem prej Hagës. Dëgjë, këtë djali është i ri, këtë Ermali. Unë nuk blehna, as nuk shqitna me kërgjë. Nuk ka shans me mble dikush, as ka mujt ma herët, as së të mundet kërkush me vdek. Por më u korit kur. Dhe ky fakt për Ermalat dhe për Ermalin e kam një porësi, po e kam lënë në liber ato. E kam për Ermalin një porësi për këtë punë, edhe për një familjar të ti që ka qenë pjesë që ja thet Mehmet Loci në emision, po ka qenë një kusheri ytë, dhe të mërë në udbë. Edhe tani, edhin, nuk mundet njeri nëse dojna mu marë me nën brez me atëre, flasëm. Çka do të thët UÇK-ja për ty? Ushtria Qëllimtare e Kosovës për mua do të thët gjithçka. Anë me bashkë gjithçka. Do ma unë po ta kisha mundësin me këto mendjet të sodit, në periudën kur ka qenë Ushtria Qëllimtare e Kosovës, kështu në për teren në për këte, do të isha njeri më i lumtur në këtë botë që ta japsha jetën si pjesëtari i Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Pasi këte se kum bo, mu ka dhonë rasti prej 2 njerëzve të shquar të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, të bashkëpunoj me ta në shërbimin informativ të Kosovës, i cili është pjesë e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, edhe jë mundu një cobz të asaj që ata kanë kërku për me, që ta angazhohem ato. Për ndryshe, UÇK-ja është
Bibla dhe Kurani i shqiptarëve. Po kalojmë të pyetjet e shpejta. Albin Kurti apo Hashim Thaçi? Hashim Thaçi, Adem Demaçi apo Recep Qosja? Adem Demaçi, Unikatili apo Geto Gjizi? Unikatili. Okej. Mendimi yt për Vjosa Osmanin, shkurt. Me 3 fjalë. E kaluar mirë, ajo s'ka punu kur punë tjetër për poshtë punë të shtetit, dhe unë ka marrë rrogën, na kena pagu me taksat tona, dhe unë besoj që ajo duhet t'i kthehet profesionit profesoreshës. Çka po mendon për këto deklaratat e fundit që thapi mi kërcënoj fëmijën, ja u ndroi vendin e shkollimit, gjitha këto? Tonë na fëmijë kem, nja nishim të me fol, kush ja ka kërcënu, se s'di vëllajnë. Po njën tha të rrezikum. Pa i të rrezikum, tash unë që dalë që tu, edhe mu më thët dikush u të bashë, më thët shikov se, më thët pse ti kështu e pse ti ashtu, po unë në ke marrë ato kërcënime. Jo, presidentja Osmani e ka kryer misionin e vetë, edhe atë mision që ka pas me ndonë dysh LDK-n e ka kryer edhe atë mision, u bo presidente, e kryeti tash. Me të kthehet pse është e re, ose të shkon në Australi me atë burrin e saj. Prindon. Po, mundet atje me vazhdue, me lobu për Kosovën, besoj që do të kalën mirë. Po t'ishe sot kryeministër, cili do t'ishte vendimi i parë që do ta merrje menjëherë? Sot, a? Pyetje. Se i kom disa sene, ti më thuvesh një, a? Një ose dy, hajde pro. E para që ka do të Po. bëj. Po të mojsh, si kryeministër e ki një farë fuqia, po më në kuptohet që jam kundër procesit juridik dhe drejtësisë. Do të zhbëjsha me të parën në shkrim gjykatën speciale. Vendimi i parë. Pa kjo do të ishte, po të kisha atë zotëri, Fuqi, mundësi, fuqi, kjo do të bëje parë dhe do t'i pret shumë ata burra në aeroport Adem Jashari. Edhe tjetra që nuk do t'a shpallsha o borë mbretëror, se s'po di, qysh mja bo kësaj pune, një farë o borë mbretëror e familjes Jashari. Do të që përsa të është kjo bot, të kuptohet dhe të nënkuptohet që a i ka qenë mbreti i shqiptarëve. Adem Jashari është mbreti i krejt neve. Prandaj e meriton o borë mbretëror. Cila mendon se do t'jetë paga ideale në Kosovë për t'jetuar mirë? Jemi pak me vonesë shpatën këtë muhabet, por unë besoj që një familje cila është 4 antarëshe, 5 antarëshe, burri dhe gruaja punojnë, apo motra dhe vllau, me 2.500 euro në muajt mundesh me jetu mirë në Kosovë. Pra nuk qengemi kërka heq si pas ti. Jo, shumë largë jena, por jam me shpresë që kjo uniteti në bofë që thash që shtu këtu, atëherë këgja jemi bindu që mujna shumë shpejt me mëri për 3-4 vjetë këto që për thamun.